Qeveria ka shpallur ankandin për dhënien me qira të një sipërfaqe prej 467.48 metra katror brenda qendrës spitalore universitare Nën Tereza, duke hapur rrugën për privatizimin e hapësirave spitalore. Vendimi, i bazuar në një akt të vitit 2014, që e trajton pasurinë si gërmadh, parashikon kontratë enfiteoze 10 vjeçare me të drejtë rinovimi dhe mundësi kalimi në pronësi, nëse deklarohet investim i dyfisht. Pas përpjekjeve për të dhënë edhe 1800 metra katror truall për hotel, ky hap i ri ngresh shqetësime për tjetërsimin gradual të pasurive publike shëndetësore dhe shndërrimin e spitaleve në terren biznesi. Pas hapësirave rreth pallatit të kongreseve, stadiumeve në Tiranë, Korçë e Vlorë, rezidencave qeveritare në Bregdet, shtëpisë së fëmijëve Zyber Hallulli e të tjerë, qeveria ka filluar të japë privatit edhe mjediset brenda spitaleve publike. Me njoftim në buletinin e prokurimeve publike të datës 2 shkurt 2026, Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit, Delina Ibrahimaj, ka shpallur ankandin për dhënien me qira të një sipërfaqeje prej 467.48 metra katror të qendrës spitalore universitare Nën Tereza. Ajo ka urdhëruar fillimin e procedurave për dhënien me qira nëpërmjet ankandit të kësaj pasurie shtetërore, që është në përgjegjësi administrimi dhe përdorimi të qendrës spitalore. Sipas njoftimit zyrtar, kuptohet se sipërfaqja ndodhet brenda godinave spitalore dhe privati që do ta marrë me qira do të kryej investime, ndërsa sipas informacionit paraprak që kemi marrë, ambienti do të tjetërsohet në bar, kafe, restorant. Para disa kohësh, u tha se Edi Rama dhe ish-ministri i ekonomisë Blendi Konxhe përgatitën dhurimin për privatët të 1800 metra katror truall brenda qendrës spitalore universitare Nën Tereza për ndërtimin e një hoteli privat. Ndërsa tani, pasardhësja e Blendi Konxhës ka nxjerrë në ankand me qira për 10 vite 467.48 metra katror mjedis spitalor, me vlerë qirarje 63.595 lek në muaj dhe thuhet se është paracaktuar subjekti që do ta marrë. Si bazë ligjore për dhënien me qira, është përdorur vendimi numër 54, datë 5 shkurt 2014 i qeverisë, duke e trajtuar këtë pasuri si pasuri shtetërore gërmadh dhe duke e nxjerrë në ankand me vlerë qiraje 136 lek për metër katror në muaj. Ankandi do të zhvillohet më 12 shkurt 2026 në Ministrinë e Ekonomisë dhe Inovacionit, por mbetet për tu parë se cili mik i bablokut apo familjar pushtetari do ta marrë me qira. Kontrata e qiras do të jetë enfiteoz, që do të thotë se subjekti që do ta marrë këtë sipërfaqe do ta regjistrojë në kadastër në emrin e tij për 10 vite, ndërsa pas 10 vitesh privati ka të drejtë ta përsërisë kontratën edhe për 10 vite të tjera. Por sipas vendimit të qeverisë, mbi të cilin është bazuar ankandi, nëse investimi do të deklarohet sa dyfishi i vlerës së objektit, ai ka të drejtë ta kalojë në pronësi të tij, duke e hequr qendrës spitalore universitare Nën Tereza.